Profesor Marku, mirë se erdhe në Faktoje. Ky emision fakt quhet Jashtë Kazanit. Dhe ne me thënë të drejtën do flasim për ata që nuk e dinë. Në fakt profesori ka qenë edhe profesorim, bashkë kemi bërë etikën, edhe ka qenë një nga lëndët me thënë të drejtën që unë kam pas pëlqyer shumë dhe jam vlerësuar me 10 atëherë, mbaj më shumë mirë. Po ajo pse përmend pjesën e etikës është shumë e rëndësishme sepse ti në fakt je edhe një nga bashkëautorët e kodit të etikës dhe kodi i etikës është si thua një element shumë i rëndësishëm në procesin e vetrregullimit, aq më tepër në ditët e sotme. E them në ditët e sotme sepse shumë vite më parë në kodin e etikës pjesa më e madhe e mediave, po edhe gazetarëve e kanë pasur si thua biblën e tyre, të cilës jo vetëm i referoheshin, po edhe përpiqeshin ta zbatonin me rigorizitet, ndërkohë që sot është kthyer si thua në diçka të cilën jo të gjithë e konsiderojnë, po aq më tepër edhe një standard që jo të gjithë e zbatojnë. Pse është i rëndësishëm kodi i etikës dhe si ndikon në vetrregullimin e medias, një proces të cilën ju e keni nisur së bashku me media dhe me shoqërinë civile, po edhe me partnerin kryesor Bashkimin Evropian për mediat në Shqipëri. Normalisht para revolucionit teknologjik, vetrregullimi ku përfshihen edhe kodet e etikës ka qenë një dimension shumë i rëndësishëm i agjensive të prodhimit të informacionit për shkak të përgjegjësisë se ato kishin në mënyrë të institucionalizuar për të rregulluar veprimtarinë e tyre. Në thelb një kod etik është një set normash që vetë komuniteti i profesionistëve, duke pas parasysh rëndësinë dhe pasojat që ka puna tyre, pra raportimi i ngjarjeve në jetën e njerëzve, i vën vetes pra një set kufizimesh, normash profesionale në mënyrë që ajo çfarë ata prodhojnë mos ketë pasoja negative tek njerëzit dhe është pjesë e përgjegjësisë punës së gazetarëve. Siç është kodi i etikës mjekut, kodi i etikës gjitha profesioneve të rregulluar që kanë ndikim shumë të rëndësishëm në jetën e njerëzve. Dhe normalisht thuhet që media është pushteti i katërt kontrolluesi i gjitha pushteteve. Problemi për herë diskutohet, mediat kontrollojnë gjitha pushtetet, po vetë si pushtet, kush i kontrollon? Dhe këtu, nëse kontrollohen në kuadrin e kontrollit dhe balancës së pushteteve, normalisht bën një pushtet i pavarur, por për një shoqëri demokratike është mirë që mediat të jenë pavarura dhe nga ana tjetër të mos jenë totalisht jashtë kontrollit. Dhe për të mos kaluar në këtë situatë pra ku vetë media bëhet një pushtet i pakontrollueshëm, atëherë prodhohen kodet etike ku media të përmbajë ta kufizojë, që është një kuadër që e bën vetë po themi produktin e mediave të patëmshëm për jetën e qytetarëve, përkundërzi të dobishëm. Dhe kjo është në thelb vedia për kodet etike. Tashi ka një problem me mediat e reja dhe me teknologjitë e komunikimit, sepse deri para, po themi, revolucionit teknologjik, informacionet prodhoheshin nga agjensi strukturuara që ishin mediat e ndryshme. Sot, për shkak të teknologjive, çdo qytetar bëhet njëherë edhe konsumator informacioni, edhe prodhues informacioni. Dhe kjo e perturbon gjithë situatën mediatike, i vën krizë normat, po themi normat e vendosura nga organizatat që rregullojnë veprimtarinë e medias, nga vetë mediat, dhe problemi është qytetari si individ, ai që përdor internetin, ai që përdor rrjetet e ndryshme sociale, aplikacionet e ndryshme, nuk e ka vetdijen etike, sepse është përdorues i pakualifikuar. Dhe për këtë arsye vetë rregullimi merr shumë rëndësi, sidomos sot, merr shumë rëndësi, por është edhe shumë e vështirë që të gjesh një formë
siç ishin format më parashme të vetë rregullimit. Megjithatë sot vetë-rregullimi si thua është një nga elementët dhe një nga pikat kryesore të diskutimeve në media në Shqipëri. Dhe një nga proceset që janë nisur është dhe procesi i krijimit të një kuadri ligjor që ndihmon se thua Shqipërinë dhe mediat në Shqipëri të plotësojë standarde të cilat kërkohen qoftë nga Bashkimi Evropian, por në fakt kërkohen edhe për të mirën apo për të zhvilluar edhe për të rritur standardet e medias në Shqipëri. Ju keni nisur një situatë po udhëhiqni një platform që ndihmon strukturuar për lirin e medias. Çfarë synon kjo platformë? Platforma është një nismë, financohet nga BE-ja, nga profesia BE-s në Shqipëri dhe Këshilli i Evropës. Dhe lidhet me procesin e negociatave të Shqipërisë. Shqipëria në kuadrin e po themi plotësimit kritereve për të përmbyllur negociatat për hyrjen në BE, do të duhet që në fushat caktuara të plotësojë të gjitha kriteret që vendos BE-ja për të përmbyllur procesin e negociatave. Dhe përsa i përket kapitullit për lirinë e mediave, Shqipëria ka pas probleme. Edhe si vjet progresi i raportit ka qenë negativ. Pse? Sepse do të duhesh si në gjitha fushat e tjera ndërmerret disa hapa për të përmirësuar situatën e lirisë mediave. Pra në këtë drejtim pra do duhej që të ndërmerret disa nisma ligjore dhe t'i realizonte. Në disa drejtime të caktuara për ta përmirësuar sipas pranë ato drejtime kryesore, por ka ekzistuar një klimë mosbesimi mes aktorëve mediatik, organizatave mediatike dhe të shoqërisë civile dhe qeverisë. Për shkak të traditës se ne kemi që qeveritë dhe mazhorancat tu për herë kanë tentuar që të kenë një kontroll mbi media dhe kjo ka sjellë mosbesimin mes palëve. Dhe BE-ja, po them struktura që merren me integrimin e Shqipërisë në BE, për kapitullin e medias, kanë vendosur që ta ndihmojnë Shqipërinë në këtë drejtim dhe të nisin një proces dialogu ku të jenë të përfshirë aktorët mediatik, organizatat e shoqërisë civile, bota akademike dhe institucionet qeveritare që do bëjnë ato aktet formale të ndryshimeve dhe BE-ja. Pra një grup pra një forum, po quajmë, ku të mbledhen të gjithë aktorët, të analizojnë situatën, të nxjerrin problematika që duhen adresuar, gjithmonë duke i referuar rekomandimeve të BE-s dhe në disa drejtime kryesore do duhet që të përgatitet kuadri ligjor në mënyrë që pastaj të plotësohen kriteret e kapitullit për media në BE. Normalisht platforma e dialogut nuk bën ligje, sepse procesi i hartimit të legjislacionit nuk mund bëhet në forume të tjera se ka procedurë parlamentare dhe ajo do bëhet në parlament sipas gjitha procedurave të hartimit të ndryshimeve ose të ndërhyrjeve në legjislacion. Por kjo platformë synon që të adresojë problematikën kryesore dhe të përgatisë me asa mundet në mënyrë shumë të saktë se ku do duhet bën ndërhyrje dhe si. Dhe po kjo tash nuk bëhet me nismën e qeverisë, por bëhet me vetë propozimin e komunitetit të medias, propozime që do burojnë nga takimet e platformës së dialogut strukturuar. Ne kemi nisur punën, komuniteti është përgjigjur pozitivisht. Unë për vete besoj, sepse
nuk kam pas një arsye shumë të fortë për ta, po themi, për të përfshirë, sa gjithsesi është edhe përgjegjësi, edhe angazhim, edhe përgjegjësi, edhe është pak komplekse si po themi si nizm, por kam e para mendoj që është ndoshta mundësia më mirë, s'po them se asnjëherë nuk thuhet që është mundësia vetme, se vetëm diktaturë ka vetëm një mundësi, demokraci ka shumë mundësi, po është një nga mundësitë, po themi, që mediat shqiptare t'i përmirësojnë standardet në një proces që drejtohet nga BE-ja, standardet evropiane. Dhe kjo është garanci, mendoj, garanci shumë e madhe edhe për komunitetin e gazetarëve, edhe për organizatat, edhe për gjithë ata që janë kritikë, si puna ime, si puna jote, si gjithë që janë jashtë po themi sferës politike. Dhe janë standarde evropiane. Dhe mendoj që liritë e mediave janë më të garantuara me standarde që burojnë për një procesi të drejtuar nga BE-ja dhe Këshilli i Evropës së para, dyta do të jenë më të garantuara në momentin që Shqipëria hyn në BE, sepse qëllimi final i kësaj është që Shqipëria të parapërgatitet dhe të hyjë me disa standarde të përmirësuar në BE, që pastaj mbas asaj do jenë normalisht në kuadrin e po themi funksionimit si shtet antar i BE-s, do jetë detyruar të respektojë gjitha standardet. Në diskutimet sepse janë kryer disa takime me shoqërinë civile, po edhe me media, edhe me institucionet publike, ka rezultuar që ka në fakt disa problematika kryesore me të cilat sot haset media në Shqipëri. Sigurisht që një prej tyre është kontrata e punës, autocensura apo censura, apo fakti që një pjesë e mediave, qoftë online, po edhe tradicionale, nuk është se pranojnë të zbatojnë kodin e etikës apo kodin e praktikës, pra shumë kode të cilat, siç t'jethe pak më parë, ndihmojnë që të përcaktojë disa rregulla kufi që ndihmojnë qoftë gazetarët, po nga ana tjetër ndihmojnë informimin e saktë dhe të vërtet, duke shmangur edhe interesat që mund të ketë gazetari apo mediumi që ai përfaqëson. Nga ajo që ju keni parë, kush janë, se thua, pikat më nevralgjike ose pikat më problematike ku pritet të ndërhyet apo pritet të evidentohet? Duke nisë nga raportet e raportet e BE-s, janë disa probleme kryesore të cilat ne duhet të adresojmë gjatë këtij procesi. Është e para siguria e gazetarëve. Dhe kushtet e tyre të punës. Pra që është një nga çështjet themelore që do duhet adresuar dhe që do duhet të përgatitet kuadri i duhur që të bën përmirësime aty ku duhet, qoftë në pjesë të ndryshme të legjislacionit për të garantuar sigurinë e gazetarëve dhe për të përmirësuar kushtet e tyre të punës. Nuk mund të ketë gazetari, mirëfillues, s'mund të pretendosh nëse gazetarët nuk janë sigurt. Dhe kur bëhet fjalë për siguri, nuk është vetëm siguria e jetës, sepse kërcënimet janë ekonomike, janë pafundme. Pra nuk ka rëndësi, nuk ka nevojë ta vrasësh gazetarin nëse e kufizon në format nga më të ndryshme. Kushtet e punës, normalisht do duhet që gazetarët të kenë kushte dinjitoze pune dhe të jenë të mbrojtur në punën e tyre, qoftë nga qeveria, qoftë nga gjithë aktorët jashtë mediave, por edhe nga aktorët mediatik, pra nga pronarët, dhe kjo është dy nga çështjet themelore. Një çështje tjetër është aksesi në informacion, që është shumë e rëndësishëm. Çështja tjetër është vetë rregullimi, pra kjo që po diskutojmë, pra ideja si do organizohet jeta e veprimtaria e mediave në mënyrë që të garantohen vetë komunitetit prodhoj ato që thamë, pra kuadrin e vetë të normave që rregullojnë veprimtarinë e tyre. Normalisht që kjo nuk kupton që krijimin e një infrastrukture rregulluese, siç janë po themi organizata që merren me garantojnë kodet e etikës etj. Jemi
takimet e fundit janë pikërisht janë orientuar deri kësaj. Çështja shumë e rëndësishme është transparenca e medjave dhe transparenca e medjave, përqendrimi i pranësisë e tjerë, që është një çështje delikate dhe që diskutohet vazhdimisht prej vitesh në Shqipëri. Rregullimi i sigurimi i pavarësisë, rregullimi që kanë bënë me transmetuesin publik, me RTSH në rastin konkret, për garantuar pavarësinë e këtij institucioni, por edhe për gjetur modalitetet se si të shmangë ndërhyrjet nga jashtë, në mënyrë që ai të jetë realisht një institucion publik, pra një transmetues publik, dhe regulatori i medjave audiovizive që është AMA, pra problemi i pavarësisë së dy institucioneve që janë institucione publike. Pra këto janë shtyllat kryesore, të cilat janë kushte të domosdoshme që Shqipëria të plotësojë kuadrin e negociatave. Te kapitulli për lirinë e medjave, kapitulli për lirinë e medjave është shumë i rëndësishëm dhe e kanë theksuar edhe përfaqësuesit e BE-s, sepse ka të bëjë me standardet e demokracisë. Dhe janë, po themi, standardet të rëndësishme pa cilat nuk mundet të jesh një vend evropian. Dhe në këtë pikpamje do duhet që të gjithë aktorët jenë të vetëdijshëm, edhe aktor qeveritar që të përgjithë dhe me thënë deri tashi mendoj që ka pas një frymë konstruktive, sepse qeveria është përfaqësuar me ekspert, pra nuk pse nuk është dhënë përmas përfaqësimi i qeverisë, sepse nuk kemi dashur, nuk duhet të ishin, duhen ekspert që të adresojnë problemet që dalin nga diskutimet. Dhe deri tash ka pas një frymë shumë mirë dhe mendoj që kjo është shumë e rëndësishme, me thënë drejtën përtesur përpara. Unë do ndalesha vetëm pak të vetrregullimi, domethënë kur faktoi është krijuar para 6 viteve, ideja ose mendimi ka qenë i një organizate që duhet të jetë një strukturë vetrregulluese dhe të ndihmojë në vetrregullimin, por sigurisht ka qenë dhe jemi të detyruar që gjitha parimet që ti përmend, pjesa e kodit etikës, kodi praktikës, pjesa e transparencës, e auditimit në pjesën editoriale dhe në pjesën financiare janë element të cilët kryen çdo vit dhe na shoqërojnë çdo vit, që do të thotë rregulla brenda shtëpisë duhet ketë. Dhe nëse ti nuk i respekton këto rregulla brenda shtëpisë, ka dhe penaliteta. Nuk je pjesë e një strukture të madhe, pra ti nuk plotëson ato kriteret që Bashkimi Evropian apo edhe organizata ndërkombëtare në botë kanë paracaktuar në ndihmën e vetrregullimit. A do kemi rezistencë në pranimin e këtyre, unë nuk do thosha kushteve, po këtyre kritereve të cilat janë rregulla ndihmuese për të ecur përpara, po nga ana tjetër edhe për të mos e kaluar atë kufirin që ndonjëherë si njerëz apo edhe si organizma edhe mund të kalohen herë pa dashje, herë me dashje, por si thua këto rregulla të vendosin drejt asaj rrugës dhe ato kufiret që nëse ti e kalon, ajo bën pip pip me të kuqe dhe thot stop, se deri këtu mund të shkosh dhe je duke gabuar. Unë mendoj që faktoje organizata juaj është një model shumë i mirë në këtë drejtim. Pra, fakti që faktoje ka funksionuar shumë mirë dhe ka mendoj kontribut shumë të rëndësishëm në këtë drejtim. Dhe unë e njoh pak edhe situatën e medjave në vendet e Ballkanit edhe për shkak të aktiviteteve të ndryshme që kanë pas qoftë në veprimtaritë akademike po edhe në aktivitete të tjera. Dhe mendoj që faktoje është një model shumë i mirë. Normalisht do duhet zhvilluar dhe do duhet promovuar dhe duhet mbështetur dhe duhet konsoliduar si model, por është në thelb faktoje si fush veprimtarie ka fiks vendosjen e disa normave bazë etike në po themi në fushën e gazetarisë. Pse? Të transmetosh informacion është një gjë, por të transmetosh informacion të verifikueshëm dhe të verifikuar, kjo është gazetari. Kjo është gazetaria që ne kemi... Kjo është gazetari dhe promovimi i këtij modeli gazetarie
thua a do ketë rezistencë, normalisht që ka rezistencë, aty ku ka rregulla do ketë edhe tendencë për të mos i askush nuk i pranon rregullat, vetëm Lefeni i pranon të rregullat me shumë kënaqësi, po qenia njerëzore është e prirur për shkuar për te rregull, pra për të mos e zbatuar rregullin, dhe për të arsye vendosen rregullat, kodet, normat, ligjet e tjerë. Por në thelb, unë mendoj që sepse ka një perceptim dhe e thon gazetar kur bisedojmë kështu që po mirë, po është e pamundur që edhe prodhosh informacion shpejt me burime të verifikuara. Etj. Po është vërtet e vështirë. Por problemi është çfarë e ndan lajmin nga thashëthemi, se thashëthemi është një lloj para lajmi është nga pikpamja dhe si sistem komunikimi. Sistemi thashëthemi është një sistem primitiv i informimit. Dallimi i lajmit nga thashëthemi është se thashëthemi sapo merret shpërndahet. Ndërkohë që lajmi duhet kalojë disa procedura verifikimi në mënyrë që kur qytetari ta marr lajmin ketë garanci që ka marrë një produkt profesional dhe e di që nuk po gënjet, nuk po mashtron. Dhe faktoje që bën verifikimin e fakteve, në fakt është thelbi i gazetarisë. Dhe është arsyeja e ekzistencës gazetarisë. Dhe në një botë ku ka një kaos informacioni për shkak të teknologjive, agjencitë e informacionit, gazetarët, mediat do ekzistojnë vetëm sepse kanë këtë, po themi, sepse kanë bëjnë këtë gjë. Këtë parim dhe këtë qëllim. Sepse i njëjti informacion vjen edhe nga rruga. Patjetër. Nga një X qytetar. Problemi është që duke kontrolluar faktet, burimet e tjerë kontrollon vetëm gazetari. Dhe për këtë arsye unë besoj gazetarin dhe nuk i besoj videos që vjen nga rruga. Dhe mediat do ekzistojnë, pra në këtë botë ku gjithse kush prodhon informacion, do jenë markat e informacionit sepse bëjnë të kontroll fakteve dhe kanë këto standarde në prodhimin dhe përhapjen e informacionit. Kjo është shumë e rëndësishme dhe është shumë e rëndësishme gjatë periudhës së zgjedhjeve, sepse nëse çdo lloj informacioni kalon direkte pa u verifikuar dhe burimi mund të jenë partitë politike, mund të jenë grupe të caktuara interesi, e shpërndajnë rrjetet sociale, absolutisht ndikon tek qytetarët, të cilët janë dhe votues. Ne jemi në fakt afër zgjedhjeve. Pse mendon që këto rregulla, këto parime janë shumë të rëndësishme sidomos në Shqipëri dhe sidomos në këtë periudhë kohore, ku ne kemi dezinformim të brendshëm shumë të madh edhe të huaj, ku risku është edhe nga jashtë është po kaq i madh për të, si thua, injektuar ide të caktuara, qëndrime të caktuara për njerëzit të cilët nuk thellohen apo nuk lexojnë kaq shumë dhe nuk janë të informuar. Çka fushat elektorale është shumë i domosdoshëm pikërisht ky proces i kontrollit dhe verifikimit, sepse normalisht fushatat elektorale në thelb janë fushata bindje të qytetarëve. Pra ti bindesh për programet, për partitë, për imazhin e kandidatëve të tjerë. Dhe në komunikim me qytetarët, normalisht qytetarët e bëjnë një farë verifikimi. Pra nuk sepse tu mendohet gabimisht, qytetarit mund t'i thuhet gjithçka. Unë mendoj që qytetarët në vetvete si qenie njerëzore kanë një filtr. Por problemi është që për pas një proces elektoral të mirë, do duhet që të ketë një proces informimi transparent. E para transparent për mënyrën se si kanë qeverisur apo si kanë ushtruar pushtetin shnet. Qoftë edhe politik partitë në fushatën për cilën kanë kërkuar votën dhe kanë marrë votën tek qytetarët, e dyta për të ndërtuar një alternativë qeverisje të mirë për nesmen. Dhe nëse nuk ka struktura që bëjnë të verifikimin e gjithë informacionet që përmes komunikimit politik shkon deri tek qytetarët do mashtrohen.
qytetarët nuk do kenë një perceptim të saktë dhe do ta kenë shumë të vështirë për të zgjedhur kandidatin që duhet, për zgjedhur alternativën që duhet, për zgjedhur qeverisin që duhet. Dhe në thelb po themi procesi i verifikimit të informacionit në fushat elektorale e para bllokon mashtrimin e qytetarëve dhe manipulimin e tyre, që është një përgjegjësi demokratike e secilit, dhe dyta i bën qytetarët mendojnë. Që është shumë e rëndësishme. Që është shumë e rëndësishme. Pra, absolutisht nëse ne duam të shkojmë drejt aksidenteve sociale apo politike, do duhet që qytetarët të mendojnë në mënyrë sa më kritike. Por ti kenë të gjithë ti kenë shosha edhe këto që po themi ne ti verifikojnë, ora këta është e vërtet kjo që po thonë apo nuk është e vërtet, a janë konsistent në atë që po thonë, a kanë thënë më përpara, se kanë thënë, a kanë ndryshuar etj. Sepse thotë Hannah Arendt, thotë e keqja e shoqërive në regjimet diktatoriale nuk vjen nga që njerëzit mendojnë keq, por nga që njerëzit nuk mendojnë. Ka një vepër banaliteti i skeqjes. Pra, ta bësh qytetarin që të mos mendoj, është më keq se ta bësh që të mendoj keq. Sepse duke mos menduar nuk mendon edhe kur ka një pozicion, por nuk mendon pasojat e akteve të veta. Dhe nga u nis Hannah Arendt në këtë përfundim duke parë gjyqin e një hierarku të lartë fashist, Eichmann, që ishte marrë me deportimin e hebrejve në kampet naziste. Dhe Eichmann e kapën me vonesë, e qunë në gjyq si kriminal lufte, dhe Hannah Arendt habitesh në fillim se ishte reportere, filozofe, po e kishte dërguar nga një gazetë amerikane për ndjek gjyqin, dhe thoshte që ky s'kishte asnjë reflektim, thoshte unë bëra detyrën. Po mirë, po vran 100.000 fëmijë për shembull. Po unë bëra detyrën. Po u vran 100.000 grakot, që dhe kishin pse duhet të zhdukeshin dhe qoshin. Po ky është urdhri. Pra, njerëz të cilët janë robot, të cilët nuk njerëzit ti robotizosh dhe ti bësh të nënshtruar ndaj çfarëdo lloj urdhri. Ndërkohë që në një shoqëri, nëse të vjen një urdhër që ti të bësh një të keqe, do duhet ta refuzosh. Por të mos thënë që duhet sakrifikosh edhe karrierën, edhe detyrën, edhe postin, edhe ambicet, edhe gjitha që ti të mos bësh keq. Pra, për këtë arsye është shumë e rëndësishme që përmes mediat ti bëjnë njerëzit që të mendojnë dhe të mendojnë në mënyrë kritike. Dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe mos në kohët e sotme. Dhe vetëm po themi kontrolli, verifikimi, përballja me ato që saksie gjitha. Ju keni pas një gjë shumë mirë që analizonit premtimet që bëshin nga politikanët që ishin bërë në fushata elektorale dhe pasaj bënin të analizën, si ka vepruar. Dhe në fakt kjo është baza e faktorës, me thënë drejtën. Faktori si qëllim kryesor ka verifikimin e premtimeve për të kujtuar politikanëve. E keni filluar ju dhe është një gjë shumë e mirë. Ti kujtosh ti edhe që ke thënë këtë para qytetarëve. Sa ke realizuar dhe ta bësh qytetarin mendojë që kur ta gënjej për herë dytë mos ta besoj. Po. Mundësisht edhe ta bëjë që t'ulet në terren edhe të bëjë fushat konkrete në dobi qytetarëve. Kjo do ishte në fakt fantastike, sepse një nga problemet që ne shohim në Shqipëri, të paktën në këto 6 vite, është çështja e lartë ose niveli shumë i madh i propagandës. Pra ne kemi lajme të rreme, kemi lajme gjysmë të rreme, por propaganda vion të jetë në nivele të larta dhe si thua është një sëmundje që vjen nga e kaluara dhe që nuk po shkëputet. Dhe kjo është edhe më e dëmshme. Një gjë tjetër që ne vëmë re është si thua indiferenca ose mungesa e qoftë edhe të informimit minimal të rinjve për politikën ose për veprimet apo vendimet apo punën e partive politike apo edhe të qeverisë në Shqipëri. Dhe kjo lidhet me atë që është një dëm që sot duket, është e dukshme, por që në të ardhmen mund të jetë
edhe më e rrezikshme, edhe më e frikshme, se një brez i cili nuk reagon dhe nuk është informuar dhe nuk kupton, është një brez i cili mund të e para nuk ka vlera në vetvete, e dyta mund të komandohet thjesht. Sa rol ka media në qoftë në edukim, qoftë në informim, qoftë në ndikim të këtij brezi të rinjve, të cilët preferojnë më shumë të influencohen nga influencera që unë nuk i kisha dëgjuar ndonjëherë, me thënë drejtën, Çakalli, nuk e di, janë ca emra të çuditshëm, por që i bëjnë për të qeshur, po deri diku i marrin edhe shumë kohë edhe influencë sepse është diskutimi i tyre i përditshëm. Çfarë duhet bëjmë? Ne dhe shumë kolegë tanë, shumë media shumë të mëdha se ne, në fakt për të ndihmuar edhe për të edukuar apo për të informuar pak më shumë këtë brez të ri. Shiko, media funksionin bazë normalisht ka informimin, por dhe shpesh herë po ka dhe funksione të dyta, të treta, po të narktus, edukus. Normalisht media e parë një herë duhet i mendoj se prapë ekonomia dhe ekonomia na jep një përgjigje, ekonomia media. Promocion biznes, po për të qenë. Duhet që mediat, e para një herë edhe mediat tradicionale, që tashmë janë bërë gjysmë tradicionale sepse janë me website-et e tjerë, pra kanë faqet e tyre në Facebook, kanë në Instagram, në gjitha këto platforma sociale. Mediat do duhet njërë t'i llogarisin si audiencë, por jo si audiencë e sotme, si audiencë e nesme. Se audiencët projektohen nga pikpamja e strategjisë, po themi, programacioneve, do duhet që ti të synosh audiencën e sotme, por duhet përgatisesh dhe audiencën e nesme, dhe audiencë e nesme është audiencë e sotme. Ata vërtet sot kanë interesa kryesisht në fushën e showbizit apo të po themi informacionit arktu, sepse për shkak të moshës. Por nesër do jenë audienca 20 vjeçare, 30 vjeçare, 40 vjeçare, etj, cilat nuk do jenë më kështu. Dhe do duhet që ti përgatitesh qysh sot si audiencë nesme. Dhe për këtë arsye do duhet gjejnë dhe forma se si ti çojnë drejt disa po themi drejtimeve të informacionit që normalisht nuk janë atraktive për ta sot. Gjë që nuk bëhet. Gjithmonë synohen të audiencat e mesme, ose audiencat e moshës 3 e tjerë, tek mediat shqiptare, gjë që nuk bëhet tek mediat e tjera. Normalisht këtu rol ka shumë shkolla. Shkolla s'duhet politik, patjetër që është gjë pozitive që përgjithësi bëhet presion që politikat mbatja shkollës, por informacioni për politikën nuk është vetë politika. Sigurisht. Informacioni për shtetin, për zhvillimet, ajo çfarë ata bëjnë sot, normalisht ata nuk e dinë që lidhet shumë me atë çfarë bëhet për rreth tyre. Dhe kush e vendos të po themi të lidhje, kush mund ta vendosë të lidhje mes botës tyre të izoluar të moshës, sa është natyrshme, nuk ndodh vetëm te ne. Dhe botës madhe, botës shoqërisë që i rrethon, mediat. S'ka si rrugë tjetër. Dhe mediat duhet diversifikojnë mënyra se si u drejtohen audiencave të ndryshme. Ndryshe u drejtohet audiencave, po themi moshave të adoleshencës, ndryshe moshave nga 20 deri në 30, ndryshe moshave nga 30-40, por media duhet mendojnë për këtë, nuk mund që ata kanë një audiencë model, po themi, po të shpreh me këto termat profesional, dhe i drejtohen asaj audiencë dhe aty kush të futet, kush futet në thelb vetë mediat nëse duan mbijetojnë në botën e re të informacionit, do duhet
të mësohen që mesazhet që ata dërgojnë, përmbajtjet që prodhojnë, të jenë jo drejt audiencave masive. Masive, qartë. Por drejt audiencave të ngaherë edhe të personalizuara. Kështu që po nuk menduan kështu, nuk do kenë audiencë, është shumë e thjeshtë, do humbin audiencët, edhe ata që kanë. Unë mendoj që ne do bëjmë edhe një intervistë të dytë mbas disa kohësh, kur si thua të gjitha këto nisma dhe e gjithë kjo punë e cila të është besuar, dhe mendoj jo pa shkak, sepse secili prej nesh ndër vite krijon qoftë një konsistencë, ajo konsistenca lidhet edhe me punën, me integritetin dhe me autoritetin që ka secili prej nesh dhe njerëzit japin vlerë instruksionit dhe punës. Kështu që mendoj dhe besoj shumë fort që do jetë një punë e suksesshme e cila ka nevojë është e nevojshme në Shqipëri dhe që mund të vendosi disa gur mbi cilët të ndërtohet një punë e madhe, sepse media absolutisht është një fuqi e madhe dhe një hapësirë shumë e rëndësishme edhe për zhvillimin dhe edukimin e shoqërisë. Unë mendoj që roli që ka marrë departamenti i gazetarisë dhe komunikimit të procesit, unë personalisht, lidhet pak edhe me ndërveprimin që ne kemi pas në vite, ju keni provu vetë, ne kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me organizatën tuaj, që ka qenë me përfitim për studentët, me përfitim për edhe për ju, po edhe për ne si institucion. Dhe ne duke qenë departament gazetari nuk kemi fusha interesi, po themi në kuptimin përtej interesave që na përkasin aty si mësimdhënie dhe në kërkimin shkencor. Por duke qenë në këtë po themi pozicion, mendoj që e kemi një premis që procesi të shkojë mirë dhe ne shërbejmë si moderator, si orientues, dhe kemi bashkëpunim me gjithë aktorët dhe në këtë kuadër vetëm thjesht shumë fishon aktorët me cilët ne në të njëjtën kohë bashkëveprojmë. Por këtë bashkëveprim në mënyrë sektoriale pothuajse me të gjithë aktorët që janë përfshi aty, dhe janë pothuajse të gjithë, ne kemi pasur. Ja, ti the vetë që kam qenë student aty dhe ke qenë student vërtet e shkëlqyer dhe pastaj e ke reflektuar edhe në tregun e punës. 70% e atyre që punojnë media janë student të departamentit gazetarisë. Që kjo reflekton edhe ne i mbajmë marrëdhënie me student. Pra është ky rol që departamenti mund ta luajë, role të tjera nuk kërkon për te kësaj. Dhe mendoj që është nëse ne do e realizojmë, do jam i bindur që procesi do shkojë mirë. Mendoj që do jetë një kontribut modest që gjithë bashkë japim për të përmirësuar situatën e medias, por mbi gjitha për shpejtu jo, po për ta përmbyll procesin e negociatave, sepse do mbyllet, me sa di unë, në 2028-ën, pastaj deri në 2030 do jetë procesi i miratimit dhe me shpresën që mbas 5 vjetë do jemi një vend i BE-s me drejta të plota, kështu që mendoj që do jetë është një farë misione, s'po themi mision, po se misione flasin gjithë. Është një mision shumë i rëndësishëm në fakt për të dhënë një shtypsë media. Është një gjë që ne bëjmë me dëshirë, me përkushtim edhe na pëlqen edhe vetë fakti që bashkëpunojmë me gjithë aktorët, dhe kjo është e mirë. Shumë faleminderit Mark, edhe shumë faleminderit që erdhe sot me ne për gjitha mesazhet që ke dhënë dhe për gjithë punën shumë të mirë edhe të vlefshme gjatë këtyre viteve dhe në vijim. Ishim me profesor Mark Marko, kështu që bashkë do të qifemi në podcastin e ardhshëm.